Një gol i Rejmani në fundin e pjesës së parë ka dhënë një fitore mjaft e rëndësishme Shqipërisë në përballjen ndaj Serbisë, pavarësisht tentativave të ekipit kundërshtar për të barazuar, Koçi do mbrojtën mjaft mirë, madje kishte mundësi në fund të takimit për të realizuar një gol tjetër Bajramin. Pas ndeshjes trajneri Silvinho u shpreh se ky ishte ndeshje decisive dhe se jemi në rrugën e duhur për kualifikim. In 10 secondi 15 è stata una settimana molto buona di lavoro. Nga 78 kg pesha e trupit kam hequr të paktën 200 kg. Ka qenë fakt një javë mirë pune, ka pasur presion në lidhje me punën, por siç e kemi thënë më përpara që kjo ishte një ndeshje decisive. Edhe Letonia ishte, ndeshja kundër Letonisë ishte ndeshje decisive që të arrinim këtu në këtë pikë, por sigurisht pas kësaj ndeshje Andora është fakti që fituam, sigurisht që kalojmë tek ndeshja e radhës edhe jemi në rrugën për kualifikim. Ishte një ndeshje shumë e vështirë, në një fushë shumë të vështirë me një kundërshtar të fortë, por jam shumë krenar për të gjithë lojtarët, për atë çfarë kanë bërë edhe shkojmë përpara. Sot ishte një hap shumë i mirë, nuk ka mbaruar asgjë, por kemi bërë një hap shumë të mirë përpara. Kjo është fakt puna e një trajneri, është një jetë goxha e vështirë, e kam provuar 15 vite të jem si lojtar, që është e vështirë, por nga ana tjetër të jesh trajner është akoma dhe më tepër, më keq, sepse një ditë je mirë, një ditë je keq, një ditë ke momente që mund të mos i kesh lojtarët në gjendjen e duhur, kështu që pas punës së një trajneri dhe një ekipi ka shumë momente që nuk dallohen, nuk duken. Dhe i tillë është futbolli dhe e tillë është jeta, por jam shumë krenar me atë çfarë kanë bërë lojtarët, jam shumë krenar për gjithë popullin shqiptar, edhe jemi shumë të lumtur edhe shumë të kënaqur për këtë ndeshje. Me këtë fitore Shqipëria mban vendin e dytë me 11 pikë, ndërsa Serbia në tretë me 7 pikë, por kuqezin kanë përzhvilluar 2 ndeshje deri në fund të eliminatorëve, ndërsa Serbia ka 3 ndeshje. Kujtojmë se vendi i dytë dërgon në fazën play-off të eliminatorëve të botërorit.